1962 i Gjuhësisë, aktivizoi duke mbledhur fjalë shprehje që në atë kohë. Në kohën e demokracisë, si Mlotin, bashkë dhe me kolegun tim në Dimitri, i përpunuam, krijuam dhe disa vetë, kështu që ashi nuk po i bëj një koment, më duket se kam bërë një detyrë që i takon, si tu është një intelektuali në fshat. Kam pasqyruar gjithë pasurinë kulturore, si të thuaç folklorike të fshatit. Ndoshta rrotës shpirtërore. Kushto që mohon vendlindjen e tia, për mua nuk është patriotik. Vërtet, fëmijët Karvatu në Greqi punojnë atje pse kështu krijuar kushtet, po ama ne si prindër duhet të edukojmë të duan fshatit. Prandaj ju bëni mirë dashuri Besnik, që e keni marrë këtë iniciativë. Dhe nuk të përoj as pak që të e pasqyroni mbarazi realitetin e vërtetit. Nuk është rasizëm të fshatit. Jo se duhet të mohoj fshatat e tjerë, po du të them bashkëdhetarëve të mi dhe miqve të tyre që le të vinë ta shohin Kullsin. Sepse Kullsi ka shumë lera të tjera të bukura, ka mikpritjen, ka një zillëkun që nuk kam punë në fshatat e tjerë, po them që të ta gjejnë me bollëk. Është vërtet shumë e vërtetë. Po kishte një gjë mësuesi koditata në një gjë të veçantë kështu. Dhe gjatë gjithë shekujve është folur vetëm shqip. Periudat historike që nga periuda e broncit, edhe e hekurit, edhe ka qenë një fshat në vazhdimsi, që janë gjetur edhe materiale tu, që janë ekspozuar dhe në muzeun kombëtar. Ka pas vazhdimsi, dokumentat e para janë që më 1282 ka qenur një fshat shumë i madh, me 500 shtëpi. Edhe ishe i ndarë me lagje dhe çdo lagje kishte kishën e saj. Ra një tërmet ishte burime osmane, 431. Edhe një fshat me 36 shtëpi paguan një u shpërngull edhe themeloi vajtin e banuar në Vlorë. Rreth 20-30 vjet, nuk u bënte klima në Vlorë, edhe shkuan e formuan Kudës Gërhotin. Sevasteri në Sevaster. Pra, Sevasteri e ka origjinën nga Kifshat. Tu ndonjën pak familje. Edhe pati vazhdimsi jete. Pra, dokument tjetër është 1432 në Osmanët bën regjistrimin e parë të tokave, edhe ekziston me 36 hane. Dhe i paguanin ati Hizir Begut 1800 akçe. Megjithatë, qendra ishte Sopoti më duhet. Sopoti, borshi i vjetër. Kudësjot nuk i paguanin po. Edhe janë regjistruar në defterin e haraqit të sultanit si kryeneç dhe kokfort. Gjithmonë ka pasur vazhdimsi jete. Gjithmonë është folur shqip, ka pas zakone shqiptare që nga bota shpirtërore, kënga, vallja, logatja, dasma është bërë me tradita shqiptare. Si sajnë Dimitri dhe Arsedi, qoftë edhe një luftë, ku nga akuzës i kanë dalë më shumë në krahasim me popullsinë që kishte fshati. 36. Ka dëshmorë, si të thuaç, në krahasim me popullsinë që ka fshatrat e zonës, ka më shumë kullësi. 7. Ka 7 dëshmorë. Pas punojt. Po kështu i ka ruajtur traditat edhe ne, brezat që jemi tashin, i ruajmë ato traditat e përpara të qoftë të harmonisë, qoftë të shkuarjes tek njëri tjetri, tek vizitat, qoftë edhe tek ndonjë ngacmim ose grindje që mund të ketë patë, futen më përpara njerëzit se sa të futen organet e tjera. Unë doja të nga kryeplaku nëse kishte vështirë, të thosh në një gjë për shembull. Unë them që Kursi mund të ketë një vend më të madh në anën turistike. Patjetër që kjo ishte natyrshme dhe fshati do të arrijë në këtë stad të një turizmi familjar ose dhe një turizmi tjetër të organizuar. Sot për sot vështirësitë janë çik akoma të mundësi të pa arritshme akoma, pra arsye sepse
frekuentohet akoma gjithmonë anë e detit, duke mos ditur që njeriu akoma se si ka arritur akoma ato fonde monetare për të lëvizur, por ama këtu ke dy klima krejtësisht të ndryshme brenda një 6 kilometrashi. Nëse për 6 kilometra vetë tek kanë detit kryen plazhin gjithë ditën, këtu patjetër më darkë nuk mund të rish pa xhaketa dhe pa triko. Këtu ne kemi arritur disa fonde të mira dhe mendojmë se jemi mirë. Ambientet e brendshme të shtëpive janë jashtëzakonisht të mira. Kursi është i vetmi fshat që mendimi personal që mund të shijonte më shumë nga gjitha fshatat e tjerë mishi qenjit. Nuk mund ta shijojë mishin e qenjit një marë në anë të detit, sa këtu në rrapin e Kursit. Po se hamna se ke na zëk plonisterina ti. Po ti 3-4 lokale. Të keqet më shumë. 2-3 lokale të mira. Zakonisht do vinë ai marrë ta ndar këtu. Zakonisht është e drejtë ajo, po me popullatën që ne kemi sot për sot këtu në fshat është një shërbim pak i vogël në drejtim të. Po në Beari që mbushën. Në Bear ka diçka më ndryshe. Ka gjallëri. Ne për Beari nuk kemi ku parkojmë makinat. Që jemi në fshat dhe ishtë tur kush dëgjoj që ne vjen 70 makina dhe s'ke kur parkon. Dhe shtëpit janë në dërmije në Avlli dhe të lyera me gërqere. Këtë u ka bërë për shtëpi edhe tuajve që kanë ardhur. Edhe qoftë anglezëve ose tuaj që kanë ardhur, edhe këtyre amerikanëve që erdhën një grup Arabisht, u bëri për shtëpi të madhe kjo. Një diçka karakteristike për krajinë e Imars janë të gjitha shtëpitë. Dhe punimi guri. Ndërtim me gur edhe të lyera me gërqere. Që tregon një diçka karakteristike. Kur jam marrë tani. Jemi dhe në qore mojle në leno kur vekime në qore mojle në leno amane buzeno me moshtë kuqe për dore mojle në leno me moshtë kuqe për dore mojle në leno amane buzeno Radio Vlora 101.9 MHz. Radio Vlora, radio juaj.